Janë karakteret e Mesit, ndryshe është Ronaldo. Po pajtona me Bleron që tha Ronaldo ka arrit me punë dhe duhet me qenë shembulli i mirë se si arrihet me punë, edhe kjo është e vërtet. Por edhe Messi është një karakter që duhet me marrë si shembull se si ndërtohet karriera, sepse kemi të bajmë me një sportist kulminant i cili gjithmonë është afër bashkëlojtarëve. Sjellja e Mesit në terren ka qenë shumë tërheqëse në aspektin e fair play-t. Sa po skandale, prof. Ka po skandale. Po pra, por Cristiano Ronaldo në këto ndeshje sot shihet që shumë është i tensionum. Te goli i parë, pavarësisht cili ekip është, ai feston sikurse me qenë kampion i botës, është i drejtë, po. Po edhe nuk ka nevoj me kamera, këte nuk e bon Messi, këtu është dallimin mes këtyne. Edhe, po pajtona me Blerën që duhet me i marrë vetit pozitivet njën të tjetërit. Ska nevoj me thonë Ronaldo në back, është Ronaldo. Po pra. Ose cili e ka mënyrën e të festuarit të vetë. Edhe këto qëndrojnë, të është në opinion, 20 vjetë e fundit të dytë kanë dominu. Rivaliteti i tyne ka bo futbolin ma tërheqës. Edhe i kanë datë tifozerin në të dy grupe. Unë i takoj, nuk jam fans jasë si njën të tjetërit, po i respektoj, po nëse mendimi im kishte me qenë cili është ma i mirë, unë mendoj që Messi është futbolist ma i mirë, ma i kompletum në aspekt, por Ronaldo është po ashtu një sportist, një futbolist i cili kalon në gjurëm. Rivaliteti ty në 20 vite, sidomos kur kanë qenë njëni të Real, tjetëri të Barcelona, e ka bo futbolin ma interesant. Edhe kemi mujtë me shiqu të dy ndeshje, të dy futbolistët që kemi përcjell statistikat, cili po arrin ma shumë. Unë po mendoj që Messi e don me shënu, kurse Ronaldo donë me çdo kusht. E dini si është në futboll, është një paradoks. Kush e ndjek golin, shënim ndaj goli ik prej tij. Po fiks. Ose njëjtë edhe për famën të futbollistit. Kush e ndjek fama ik prej tij. Fama duhet marrë dhe goli duhet marrë si rezultat i punës edhe e punës së ndershme